Faleminderit, e nderuar kryetare, të nderuar kolegë deputet. Sot jemi para jush për t'ju prezantuar një nisëm e cila vjen si përgjigje ndaj një problemi konkret të asur në praktik, sidomos në zhvillimin e turizmit dhe në veçanti për sa i përket infrastrukturës bregdetare. Sot Shqipëria të gjithë jemi të ndërgjegjshëm që po bëson një rritje shumë të fortë në turizëm. Vetëm vitin që shkoi, Shqipërinë e vizituan rreth 12 milion turist. Por ama kemi një mungesë të theksuar për sa i përket ndërtimit të porteve turistike dhe marinave moderne. Kjo ka bërë që ka kufisuar dhe ka ulur potencialin sidomos në turizmin detar dhe atë elitar, duke sjell më pak të ardhura në ekonominë tonë. Problemi kryesor që kemi identifikuar në praktik është se kur një port turistik është pjesë përbërëse e një investimi strategjik, ky port, pra kjo si njësi, përballet me dy procedura ligjore, pra me dy procedura ligjore të cilat mbivendosen. Nga njëra anë janë procedurat klasike të ligjit 9710, i miratuar në 10/4/2007, dhe nga ana tjetër janë procedurat e thjeshtuara të veçanta të ligjit për investime strategjike, ligji numër 55, i miratuar në vitin 2015. Në këtë praktik, pra, kur ky investim përballet me këtë mbivendosje procedurash, ka bërë që kemi pasur vonesa, kemi pasur pasiguri dhe shpeshherë janë bllokuar dhe investime shumë të rëndësishme turistike. Pra, ajo që propozon kjo nisëm është tejet e thjesht. Në rastet kur kemi një investim strategjik dhe porti është pjesë përbërëse apo integruese e këtij investimi strategjik, atëhere këtë procedurë, realizimin dhe operimin e portit ta bëj vetë investitori, pa kaluar në procedura të dyfishta, që do të ngadalësonin procesin. Pra, projekt ligji parashikon shtimin e një paragrafi të ri, pikërisht në nenin 6 të ligjit numër 9710, me anë të cilit përcaktohet se kur një subjekt ka përfituar statusin investim apo investitor strategjik, procedura e asistuar apo e veçantë dhe porti ose porte turistike që janë pjesë përbërëse e investimit strategjik që është miratuar tashmë dhe nga Komiteti i Investimeve Strategjike, ndërtohet dhe operohet nga vetë investitori, duke e përjashtuar nga procedura e përgjithshme. Pra ne as nuk po falim asetet publike, ne thjesht po heqim rregullat, po heqim mbivendosjet dhe burokracitë. Kjo ndërhyrje do të ketë një ndikim të drejtë për drejtë në ekonominë rajonale dhe në atë lokale ku këto investime strategjike janë pjesë e atij komuniteti. Do të kemi një përshpejtim të investimeve, pra nuk do të kemi më vonesa, do të rrisim besueshmërinë e investitorëve duke garantuar një siguri juridike për ta, do të krijoni më shumë vende pune dhe do të përmirësonim sigurinë detare dhe do të ndihmonim zhvillimin e zonave bregdetare, zonja Zhupa, jo me gjeste, ju lutem, respektoni komisionin dhe vendosni standarde më etike. Urdhëro. Jo me gjeste, jo me gjeste. Nuk është normale, Nuk është normale që ti të thuash do heqim rregullat, e kupton dhe unë të lë të vazhdosh. Se unë thjesht mund të isha tallur me ty, por nuk e bëj. Çfarë rregulla? Ju mund të talleni me veten tuaj. Ju mund të talleni me veten tuaj, se të flasësh patjetër. Pra valjen tallje mos e përdorni në këtë komision. Tash nuk po tallem. Kështu që më e relaksuar, vetëm standardet e etikën nëse nuk doni që të dini jashtë. E para, po unë e nxjerr, nëse referoju rregullores se si çdo deputet mund të përjashtohet në shkeljet e etikës nga kryetari i komisionit. Jo i nderuar, shkelja e etikës fillon nga ju e nderuar, zonja nuk të lejoj, kur më referohesh mua do të lejoj të vazhdosh patjetër. E nderuar zonja Sina,
E para njerë, nuk ke asnjë të drejtë për të shkelur etikën këtu. Së pari, në momentin që ju po prezantoni, askush nuk ju ndërpreu. Askush nuk po fliste dhe askush nuk ju ndërpreu. Sigurisht, ti nuk mund të mohosh të drejtën individit që kur dëgjon që ne të heqim rregullat, është fjalia juaj dhe mund ta referoni, dhe kur referon këtu gjëra të rëndësisht për të qeshur, unë të qesh. Sepse kjo është e drejta ime pa ju ndërprer juve. Pra, kur ta jeni më serioz me prezantimin dhe ne do t'jemi shumë serioz në dëgjimin. Kështu që unë nuk ju ndërpreva, vazhdoni prezantimin qetësisht, atë që keni atje përpara, nuk po ja u paragjykoj materialin, lexojeni qetësisht. Unë shumë mirë, zonja Sinaj, nëse doni që ne ta vazhdojmë procedurën sot, do duhet të kuptoni që kryetari i komisionit ka të drejtë të japi fjalën, të hiqi fjalën, ka të drejtë të pezullojë mbledhjen, ka të drejtë për shkeljet e etikës të kërkoj largimin edhe një kolegë biles edhe të nënkryetarit, nëse do jetë s'do kurrë se është me standard tjetër, po të kujdo. Kështu që komisioni funksionon me të njëjtat rregulla siç funksionon dhe seanca plenare dhe të drejtat që ka kryetari i komisionit. Unë do t'ju respektoj maksimalisht si përfaqësuese dhe e qarkut të Vlorës dhe një solidaritet qarku, do t'ju jap të drejtën të flisni sa të doni pa asnjë ndërprerje, siç nuk po ju ndërprisja, por në momentin që do t'i vishni vetes të drejtën për të komentuar qëndrimet tona, për të komentuar diskutimet tona, atëherë do t'jemi detyruar t'ja ndërpres përsëri. Kështu që mos ta bëjmë në këtë formë, ju vazhdoni qetësisht, unë po mbaj shënime qetësisht, do t'ju drejtoj pyetjet mbas relacionit, do të kemi një debat normal, ju do të bani qëndrimet tuaja, unë do të bëj pyetjet e mia, na gjykon publiku, gjithsecili ka të vërtetat e veta, nuk ka njeri që ka tagrin mbi të vërtetën absolute dhe nuk është se mbaj veten për të vërtetën absolute apo ju, e gjykon publiku, unë do t'jap argumentat e mia, ju do t'jepni tuaja. Por në rregull dhe në etik. Nëse nga ana ime do të ketë një moment shkelje etike, ju lutem të ma vini në dukje. Nëse nga ana juaj do të ketë shkelje etike, unë jo vetëm që do ja vë në dukje, por do të marr edhe masat e domosdoshme. Kështu që bëjmë mirë që ta sqarojmë që në fillim ju keni drejtën të prezantoni sa të doni dhe si të doni, pa komentuar asnjë nga kolegët, aq më shumë pastaj kryetarin e komisionit që ka edhe të drejtë për t'ju hequr fjalën. Fjala për ju zonja Sime.